Dy ëndrat e Danielit për mbretëritë e botës. Në 10-ën e vjetër ka dy ëndra që njëra plotëson tjetrën. Njërën e sheh Nabukodhonosori dhe tjetrën Danieli. Nabukodhonosori sheh ëndrën me statujën që kishte kokën e artë, gjoksi dhe duart prej argjendi, trupin deri në brez e kishte prej bronzi, këmbët prej hekuri dhe shputat pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej balte. Tek Danieli, kapitulli 2. Nabukodhonosori sheh gjithashtu të dalin nga deti 4 bisha që ngjanin, e para me luan, e dyta me ari, e treta me leopard dhe e katërta që nuk kishte pamjen e ndonjë kafshe, por e karakterizon shumë të tmerrshme dhe shumë e fortë. Sipas ëndrrave të anë të kishës dhe sqarimit të profetit Daniel, tek këto ëndra përmblidhen të gjitha mbretëritë e botës, që nga ajo kohë e deri në fund të botës. Le të shohim këto 4 mbretëri. Koka e artë ishte Nabukodhonosori dhe mbretëria e Babilonis, luani. Gjoksi dhe krahët e argjend ishte mbretëria e persve, pra Ariu. Barkun dhe kofshët që ishin prej bronzi ishte mbretëria e grekëve, Leopardi, dhe kërcit e këmbëve prej hekuri ishte perandoria romake, bisha me 7 kokët dhe 10 brirët. Deri këtu në rregull. Nga këtu e tutje, shikoni me sa saktësi dhe qartësi na përshkruan mbretëritë e tjera të botës. Na përmend këtu Danieli se pjesa e shputave të kësaj statuje ishte pjesërisht me hekur dhe pjesërisht prej balte. Pra, kemi pjesën e shputave me 10 gishtat, dhe të gjitha mbretëritë e botës duhet të jenë aty. Ja t'i shohim. Perandoria romake ishte deri në shekullin e 4 në kohën e Konstantinit të Madh, i cili transferoi kryeqytetin e perandorisë romake në Konstantinopull, pra Roma e re. Prandaj dhe të gjithë perandorët e Konstantinopullit nënshkruheshin si perandor romak. Ku ra Konstantinopulli? Roma e re në vitin 1453. Me njëherë më pas shpallet edhe një tjetër Rom e re, Moska, e cila zyrtarisht u shpall nga shekulli i 16 dhe që ra në vitin 1917 nga kryengritja e bolshevikëve, por tipikisht shumë më vonë. Dhe vim tek lindja e perandorisë së re romake që u bë me deklaratën e Traktatit të Romës në vitin 1957 dhe që gradualisht u zhvillua në bashkimin e sotëm evropian. Ka pra një lidhje organike dhe vazhdimësie të këtyre mbretërive qysh atëherë e deri më sot, me të njëjtin emërtim, Roma e vjetër, Roma e re dhe Roma e tretë, me të njëjtat karakteristika dhe në të njëjtën shtrirje gjeografike të Evropës. Por le të shohim edhe një interpretim tjetër. Le të marrim mbretërinë e 4, romaken, si një të vetme, e cila mbaron tek ëndra e Nabukodhonosorit, tek kërcit e këmbëve, dhe më pas vijnë shputat me 10 gishtat. Kjo pjesë e poshtme e këmbëve është pjesërisht me hekur dhe pjesërisht me balt. Kjo do të na thot mosbarazin dhe brishtësin e këtyre mbretërive. Do me thënë, do të jenë shtete që nuk kanë ngjashmëri ndërmjet tyre, disa të forta dhe numerike dhe disa të dobta dhe të vogla. Disa prej tyre do kryesojnë për pak kohë, të tjerat për shumë dhe të tjera që ndërkohë që do të mbretërojnë, do të krijohen dhe mbretëri të tjera, të cilat do të qeverisin njëkohësisht. Ja të shohim se sa mbretëri kaluan pas të njohurës perandoria e vjetër romake, kjo sipas historisë dhe historianëve. E para, perandoria bizantine, greke. E dyta, perandoria arabe. E treta, ajo kineze. E katërta, mongole. E pesta, perandoria turke, otomane. E gjashta, bashkimi sovjetik. E shtata, perandoria britanike, Anglia. E teta, Franca. E nënta, Austro-Hungaria. Dhe e dhjeta, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ja që edhe me këtë mënyrë dalin 10 mbretërit pas asaj të vjetë romake, ku me njëherë pas tyre do të dalë Bashkimi Evropian që do të rimëkëmbi perandorin e vjetë romake. Por le të shohim edhe një interpretim tjetër. Është e njohur se në shkrimin e shenjtë, numrat 7 dhe 10 simbolizojnë përsosmërinë, shumicën, turmën. Numri 7 tek kokët dhe 10 tek brirët tregojnë fuqinë e madhe dhe dinakërinë e madhe të djallit. Për këto arsye është e njohur se nga 3 vijat e drejta të zigzagut dhe rrethit, rrethi përbën përsosmërinë, sepse te ky nuk ka as fillim e as mbarim. Është e njohur se të 7 ditët e javës dhe 10 numrat njëshe, pra nga 0 deri tek 9, përsëriten, përbëjnë një rreth dhe simbolizojnë plotësinë, kompletimin. Për këtë arsye, në shkrimin e shenjtë, numrat 7 dhe 10 simbolizojnë përsosmërinë. Mbretëria e fundit e botës, Bashkimi Evropian. Tamam kështu do të ndodhi edhe në fund me mbretërinë e fundit të botës, Bashkimin Evropian. Me numrat 7 dhe 10 nënkuptohet sasi e madhe e mbretërive, se kjo mbretëri do të përfshijë të gjitha kombet shtete të botës, të gjitha demokracitë në thojza, të gjitha mbretërit dhe të cilat nuk do të kenë asnjë lidhje ndërmjet tyre, raca të ndryshme, kombe, gjuhë, tradita, zakone, kultura, madhësi, popullsi, fuqi dhe shumë të tjera. Ashtu si nuk ngjit hekuri me baltën. Hekuri është i ashpër dhe i fortë, ndërsa balta është e butë dhe e dobët. Dy materiale që janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra, që nuk mund të bëhen bashkë. Mund të themi pa hezitim se këto vende të botës janë ndarë në 10 grupe dhe kategori në bazë të barkodit, dhe se Bashkimin Evropian e qeverisin 7 tete të fuqishme, pra grupi të 7-ve. Ja pra bisha me 7 kokë dhe 10 brirë. Bashkimi Evropian, perandoria ere romake, e cila organizoi të gjithë tregun botëror dhe transaksionet ekonomike me bazë të barkodit, i cili funksionon me numër kodi 666. Perandoria e re romake, Bashkimi Evropian, ndau të gjithë njerëzimin në 10 kategori, duke dhënë tek secila kategori një numër rendor, nga 0 deri tek 9. Nga këtej do të dali në vitin 2013 Antikrishti, sunduesi i botës, drejtuesi botëror me qendër Izraelin, dhe do t'i jepen një zëri me një mendim të gjitha drejtimet dhe pushtetet e botës, që të qeverisi bashkë me izraelitët të gjithë botën. Tek Zbulesa, kapitulli 17, vargjet 12 deri 17, thot: Të 10 brirët që pe janë 10 mbretër, të cilët nuk kanë marrë ende mbretërinë, por do të marrin pushtet si mbretër një orë bashkë me bishën. Këta kanë një qëllim dhe do t'ja japin fuqinë dhe pushtetin e tyre bishës. Ata do të luftojnë kundër qengjit, dhe qengji do t'i mund, sepse ai është Zoti i zotërve dhe mbret i mbretërve, dhe ata që janë në të janë të zgjedhur, janë besnik. Dhe vargu 17 thot: Sepse Perëndia u dha atyre në zemër të kryejnë mendjen e tij, të bëhen në një mendje dhe t'i japin bishës mbretërinë e tyre, gjersa të plotësohen fjalët e Perëndisë. Mos harroni se izraelitët këtë qëllim dhe synim kanë patur, të kryesojnë botën, të komandojnë mbi gjithë tokën. Për këtë arsye nuk edhe mohuan Krishtin, Mesin dhe shpëtimtarin e tyre të vërtet? Sepse ndërsa thoshte që është Mesia i tyre, ata prisnin të kishte pushtet tokësor që t'i shpëtonte nga pushtuesit dhe të vendosi kryesimin e tyre global, me ministra, me të zgjedhur të gjithë izraelit dhe shërbëtor dhe sklevër gjithë njerëzit e tjerë të botës. Lexoni kush nuk i ka lexuar protokollet e të urtëve të Sionit për të kuptuar qëllimin e tyre. Por doni dhe vërtetim për të gjitha këto? Shikoni me kujdes flamurin e Bashkimit Evropian. Nga se përbëhet? Nga 12 yje. Përse 12?
Përderisa shtetet anëtare deri në këtë moment janë 25 dhe gradualisht do shtohen, përse e mbyllën me 12 yje dhe jo me 6, 9, 10, 15 e me radhë? Për këto arsye që përmendëm më lart. Sa janë fiset e Izraelit? 12. Ja përse, sepse 12 yjet simbolizojnë 12 fiset e Izraelit që do të mbretërojnë në të gjithë tokën pas mijëra vjetësh që kaluan. Cili do të jetë flamuri i ri i Bashkimit Evropian? Shikojeni me kujdes flamurin e sotëm të Bashkimit Evropian. Në qendër nuk ka absolutisht asgjë, dhe zakonisht në qendër vendoset simboli apo emblema e rëndësishme që të dallohet dhe ta shohin që të gjithë. Nuk ju bën përshtypje se është bosh dhe nuk ka asgjë? Është bosh sepse së shpejti aty do të vendoset diçka shumë e rëndësishme. Por çfarë? Një yll me 6 cepa, ylli i Davidit, simboli i tyre, flamuri i tyre. Mos vallë, ky do të jetë flamuri i ri i Bashkimit Evropian? Por le të vazhdojmë lidhur me profecinë tonë. Shohim më pas se te kjo bish që del nga deti, pra nga Bashkimi Evropian, perandoria e re romake, dragoi, do me thënë Satanai, dha pushtet dhe fuqi të madhe, por edhe fronin e tij me qëllim që bisha të vendoset aty dhe të komandoj dhe qeverisi gjithë botën dhe të gjithë njerëzit, dhe bashkë me të djalli nëpërmjet Antikrishtit. Cili nga të tre bishat është Antikrishti? Në vazhdim na thot se njëra nga brirët, do me thënë njëri nga të 7 mbretërit e kësaj bishe, pra të perandorisë së re romake, Bashkimit pra Evropian, u ndodh pothuajse i vdekur dhe papritur me një mënyrë të çuditshme, plaga e tij u shërua. Tek Zbulesa kapitulli 13 vargu 3 thot: Dhe pash një nga krerët e saj si të plagosur për vdekje, por plaga e saj vdekjeprurse u shërua, dhe gjithë dheu u mrekullua pas bishës. Kjo mund të thot këtë: së pari, ndoshta Antikrishti të inskenoj publikisht vdekjen e tij dhe më pas të ringjallet në thojza që të bind dhe mashtroj njerëzit se ai është Krishti apo ndonjë profet i dërguar, sepse edhe Krishti vdiq dhe u ringjall. Dhe duke ditur se Antikrishti do të përpiqet të ngjasoj Krishtit tek të gjitha gjërat. Shën Ipoli të thot: tek të gjitha gjërat do të përpiqet mashtruesi që t'i ngjaj birit të Perëndis. Luan ishte Krishti, luan edhe Antikrishti. Mbret Krishti, mbret toksor do të jetë edhe Antikrishti. Në formë njeriu u shfaq Krishti, edhe ai në formë njeriu do të vijë. U ringjall shpëtimtari dhe vërtetoi trupin e tij të shenjtë si kish, dhe ai do të ringjalli në Jeruzalem tempullin e gurt. Të mos na shpëtojnë edhe fjalët e ungjillorit Joan tek Zbulesa kapitulli 13 vargu 8 që thot: Të qengjit që ishte vrarë që nga fillimi i botës. Dhe te kapitulli 5 vargu 6, në mes të plegjve një qengj si i therrur, që është Krishti, let mund të kuptojmë se do të bëjë diçka të ngjashme me Zotin ton. Së dyti, mund përsëri që të bind dhe mashtrojë njerëzit se ka fuqi mbi natyrore, të sëmuret deri për vdekje dhe më pas të bëhet mirë që të mrekullohen të gjithë dhe të shkojnë nga pas. Së treti, nëse pranojmë se koka simbolizon mbret dhe si e tillë dhe mbretëri, sepse nuk mund të jetë dikush mbret pa mbretëri, pa shtet dhe shtetas, atëherë është e mundshme këtu ungjillori Joan të na profetizoj jo vetëm krijimin e shtetit izraelit, që u bë në vitin 1948 në mënyrë të papritur dhe që deri më sot është një shtet i vogël në shtrirje pa mundësi të veçantë, por edhe kryesimin e Izraelit në të gjithë botën, që do të bëhet në kohën e Antikrishtit, kur të marrin pushtetin mbar botëror dhe qeverisjen e botës, duke i bërë të gjithë të mahniten se si një shtet që pushoi se ekzistuari që nga viti 70 pas Krishtit, dhe një popull i përndjekur dhe i shpërndar në të 4 anët e botës për 2000 vjet, mundi t'ia dali jo vetëm të krijojë shtetin e tij, por të qeverisi të gjithë botën. Për më tepër, edhe referimi i profetit Daniel
kapitulli 7, vargjet 8 deri në 10, tek briri i vogël që del nga 10 brirët, pra nga kombe dhe shtete të shumë, se do të mbizotërojë mbi gjithë të tjerët dukshëm, përveç Antikrishtit, ka aplikim edhe tek shteti izraelit, kundër kohë që është i vogël dhe i parëndësishëm në thojza, dhe asnjë nuk i jep rëndësi, pa pritur kur të vijë ora, do të dali mbi të tjerët. Dhe si i tillë, si mund të mos mrekullohen dhe ta duartrokasin dhe brohorasin dhe t'i shkojnë pas këtij briri të bishës, siç na thot edhe Johani tek zbulesa 13, vargjet 4 deri në 8, dhe adhuruan dragojin që i dha pushtet bishës dhe adhuruan bishën duke thënë: kush i ngjan bishës, kush mund të luftojë kundër saj? Dhe ju dha një gojë që flet gjëra të mëdha dhe blasfemi, dhe ju dha pushtet të veprojë për 42 muaj. Dhe ajo hapi gojën e vet për të blasfemuar kundër Perëndis, për të blasfemuar emrin e tij, tempullin e tij dhe ata që banojnë në qiell. Dhe ju dha të bëj luftë kundër shenjtorëve dhe ti mund. Dhe ju dha pushtet mbi çdo fis, gjuhë dhe komp. Dhe do të adhurojnë të gjithë banorët e dheut, emrat e të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës së qengjit që ishte vrarë që nga krijimi i botës. Duket qartë se këtu i referohet Antikrishtit, sepse sipas etrëve të kishës son, të gjitha këto do të ndodhin dhe do të bëhen realitet në personin e Antikrishtit. Pra, mund të themi me siguri të plot se Antikrishti është një nga 7 brirët e bishës së parë. Këtu sqarohet qartë, sepse shumë që u morën me çështjen e Antikrishtit dhe të kapitullit 13 të zbulesës kanë ardhur në kundërshtime, sepse dikush thot se Antikrishti është bisha e parë, disa se është bisha e dytë, por as bisha e parë që del nga deti nuk është, dhe as bisha e dytë që del nga toka. Është një nga të 7 brirët e bishës së parë. Këtu shohim se Johani ka qenë shumë i kujdesshëm tek ato që shkruan, sepse nuk thot se Antikrishti është bisha e parë me 7 kokë dhe 10 brirë, por bisha që ju shërua plaga vdekjeprurse. Tek zbulesa, kapitull 13, vargu 12, thot: ajo ushtronte gjithë pushtetin e bishës së parë përpara saj dhe bënte që dheu dhe banorët e tij të adhurojnë bishën e parë, së cilës ju shërua plaga vdekjeprurse. Tek kush u shërua plaga vdekjeprurse? Tek njëri nga 7 kokat që i takon bishës së parë. Zbulesa na flet për 3 bisha. 2 të parat janë të ngjashme, kanë 7 kokë dhe 10 brirë secila, dhe kjo ka sjellur nga tërres tek disa dhe kanë dalë në konkluzione të gabuara, se bëhet fjalë për 2 bisha. Por nuk janë 2 bishat që përmend Johani tek zbulesa, janë 3. Dhe nëse tregojmë pa kujdes tek 2 bishat e ngjashme, do të shohim se tek ato ka një ndryshim të vogël, por thelbësor. Njëra del nga deti, që kemi thënë se simbolizon botën e trazuar dhe mbretëritë e saj, nga ku andej do dali Antikrishti, tek zbulesa kapitulli 13. Tjetra del nga ferri, nga errësira, nga humnera, dhe është dragoi, Satanai, tek zbulesa kapitulli 17. Kanë që të dyja bishat 7 kokë dhe 10 brirë, dhe kjo është e natyrshme, sepse njëri vjen nga tjetri, dhe djalli vepron nëpërmjet Antikrishtit, dhe Antikrishti është biri i humbjes dhe i shërben tek të gjitha djallit. Dhe siç e theksojnë edhe etrit e kishës son, do të ketë imitim të shëntrinis, pra trinia satanike, Satanai, Antikrishti, profeti i rrem. Prandaj edhe në shumë paragrafe të zbulesës së shenjtë ka referime për të 3. Tek zbulesa kapitulli 19 vargu 20 dhe kapitulli 20 vargu 10. Profeti i rrem, bisha e dytë e zbulesës. Tek zbulesa kapitulli 13 vargu 11 thot: pastaj pash një bish tjetër që ngjitej nga dheu dhe kishte 2 brirë që u ngjanin atyre të qengjit, por fliste si një dragua. Toka simbolizon gjërat toksore, gjërat njerëzore. Dhe këtu na thot se bisha e dytë do të jetë edhe ai njeri.
Kjo bish kishte brirë si të qengjit, por fliste si dragua. Kemi thënë se briri simbolizon pushtet dhe fuqi, por kjo bish kishte dy pushtete. Qengji simbolizon Krishtin. Tek Johani kapitulli par, vargu 29 thot: Ja qengji i Perëndis që heq mëkatet e botës. Dhe tek Zbulesa kapitulli 13, vargu 8 thot: Dhe do të adhurojnë të gjithë banorët e dheut, emrat e të cilëve nuk janë shkruar në librin e jetës së qengjit që ishte vrarë që nga krijimi i botës. Qengji që urdhëroi Perëndia tek Mojsiu për ta ngrënë para daljes së tyre nga Egjipti ishte tipi i Krishtit, pra simbolizonte Krishtin. Dragua është Satanai, siç na thot vetë Johani tek Zbulesa kapitulli 12 vargu 9. Kështu dragoi i madh, gjarpri i lashtë, që është quajtur djallë dhe Satan, që mashtron gjithë dheun. Pra, cila është bisha e dytë që doli nga toka? Duhet të gjejmë një njeri që ka dy pushtete, që në pamje të parë shfaqet si qenj, pra si Krisht, dhe flet si dragua, Satana. Kush mund të jetë valla ai? Kush tjetër përveç papës? Është njeri, ka dy pushtete, politik dhe fetar. Thot se është përfaqësues i Krishtit për mbi tokë dhe flet si dragua, Satana, sepse ato të cilat u mëson njerëzve që nga koha që u largua nga kisha e Krishtit në vitin 1054 pas Krishtit, janë të huaja për Krishtin, gënjeshtra, mashtrime, herezi, por edhe sepse ato që do të predikoj dhe do të thot në kohën e Antikrishtit për të mashtruar njerëzit dhe t'i drejtoj për tek ai, do të jenë dëshira dhe urdhresa të dragojt, do me thënë të Satanait. Të mos harrojmë edhe profecin e Shën Kozmait, i cili thot: Papën të mallkoni, sepse ai do të jetë shkaku. Por për çfarë arsye të mallkojnë papën? Për 10 gabime dhe herezi të tij, për mira dhe miliona shpirtra që i ka mbajt dhe i mban tek mashtrimi dhe herezit, duke i drejtuar ata në humbje, se përçau kishën e Krishtit, se kreu krime të mëdha e të tmerrshme, për këto dhe ndoshta dhe shumë të tjera. Por të bëjmë kujdes këtu, sepse nuk thot ai do të jetë shkaku i një të keqeje çfarëdo, por ai do të jetë shkaku, jo shkaku i një të keqeje që përmendëm më lart, por shkaku që do të vijë Antikrishti, shkaku që do të mashtrohen njerëzit. Tek Zbulesa kapitulli 13 vargu 14 thot: Dhe i mashtronte banorët e dheut me anë të shenjave që i ishin dhënë për të bërë përpara bishës, duke u thënë banorëve të dheut t'i bëjnë një figurë bishës që kishte plagën e shpatës dhe u kthye në jetë. Do të jetë shkaku që do të adhurojnë Antikrishtin të gjithë njerëzit. Tek Zbulesa kapitulli 13 vargu 12 thot: Bënte që dheu dhe banorët e tij të adhurojnë bishën e parë, së cilës ju shërua plaga vdekjeprurse. Do të jetë shkaku që do të vulosen dhe të humbasin shpirtrat e tyre miliona njerëz. Tek Zbulesa kapitulli 13 vargjet 16 deri 18 thot: Bëri që të gjithëve t'u vihet një damk mbi dorën e tyre të djathtë ose mbi ballin e tyre, dhe që askush të mos mund të blinte ose të shiste, po të mos kishte damkën ose emrin e bishës ose numrin e emrit të saj. Ja përse shenjtori i madh i kishës son, Kozma e Tollosi, tha: Papën të mallkoni, sepse ai do të jetë shkaku. Roli i profetit të Rem në kohën e Antikrishtit. Tek Zbulesa kapitulli 13 vargjet 11 deri 14 thot: Pastaj pash një bish tjetër që ngjite nga dheu dhe kishte 2 brirë që u ngjanin atyre të qengjit, por fliste si një dragua. Ajo ushtronte gjithë pushtetin e bishës së parë përpara saj dhe bënte, pra bisha e dytë, papa, që dheu dhe banorët e tij të adhuronin bishën e parë, pra Antikrishtin, të cilës ju shërua plaga vdekjeprurse. Dhe bënte, pra bisha e dytë, papa, shenja të mëdha, sa që edhe zjarr bënte të zbres nga qielli mbi dhe në prani të njerëzve, dhe i mashtronte banorët e dheut me anë të shenjave që ishin dhënë
për të bërë përpara bishës, duke u thënë banorëve të dheut t'i bëjnë një figurë bishës që kishte plagën e shpatës dhe u kthye në jetë. Shikoni këtu, të dashur vëllezër, se me sa qartësi dhe saktësi Johani na përshkruan veprimtarinë e profetit të Rem, Papës, duke na bërë të shohim fjalët e Zotit ton te kapitulli 24 i Mateut, të cilat kanë lidhje direkte me ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht dhe Antikrishtin që do të jetë para tij. Është si të na thotë, çfarë tha Zoti ynë kur e pyet nxënësit e tij se kur do të bëhej ardhja e tij e dytë? Duke folur më përpara për të tjera gjëra, duke arritur në kohën që foli për Antikrishtin, na përmend se atëherë kur të vijë Antikrishti, nëse do të dalin disa e t'ju thonë se këtu është Krishti ose atje është Krishti, do me thënë se ka ardhur Krishti përsëri përmbi tokë, mos i besoni. Tek Mateu kapitulli 24 vargu 24 thot: sepse do të dalin krishtër të rrem dhe profetë të rrem dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekulli të tilla, aq sa të mashtrojnë po të ishte e mundur edhe të zgjedhurit. Cili është pra profeti i rrem që do të bëjë shenja të mëdha dhe mrekulli që të mashtrojë edhe të zgjedhurit për të ndjekur nga pas Antikrishtin? Natyrisht që Papa, që do të luaj rolin e garantit Antikrishtit, se në të vërtet ai është Krishti që prisnin të vinte, sigurisht për ata që nuk besojnë se Jezu Krishti është Mesia që është profetizuar në dhjatën e vjetër, për shembull izraelitët. Ose ai është Krishti që erdhi në tokë përsëri, për ata që besojnë se para se të bëhet ardhja e dytë e Zotit ton, Krishti do të vijë për një periudhë kohore që të mbretërojë në tokë duke sjellur paqen botërore, lumturi, pasuri e të tjera. Këto do të bëj përfaqësuesi në thojza i Krishtit në tokë, udhëheqësi shpirtëror mbar botëror, që jo rastësisht këtu e shumë dekada më parë na e tregojnë nëpërmjet mediave dhe gjithë veglave të tij me qëllim që të realizojnë qëllimet e tyre. Dhe sigurisht që s'është as pak rastësore që u krijua dhe bordi mbar botëror i kishave me drejtues Papën, dhe që na thonë se të gjitha fetë janë njësoj dhe të gjitha një qëllimi i shërbejnë, të na drejtojnë tek Perëndia, dhe se të gjitha kanë pjesë të së vërtetës dhe se duhet të bashkohen të gjitha bashkë që të duket e vërteta. Dhe shumë përralla të tjera dhe blasfemi. Me të drejtë pra Zoti ynë, por edhe ungjillori Joan e quajnë profet i rrem, tek Mateu kapitulli 24 vargu 24 dhe zbulesa kapitulli 19 vargu 20. Pasi do të paraqitet si pararendës dhe profeti i Antikrishtit, ashtu siç edhe Krishti kishte profetin dhe pararendësin e tij Joan Pagzorin kur erdhi për herë të parë.